Zoti Rada, çfarë na sjell Vjeshta? Kemi zgjedhje të pjesshme lokale që pritet të mbahen në shtator apo në tetor. Ju mendoni që në këtë rast Partia Demokratike është gati për të shkuar në këto zgjedhje, se nga ana e Partisë Socialiste e kemi parë edhe përmes intervistave që kanë dhënë për Radio CNN që janë gati, po punojnë edhe në këtë aspekt, të nxjerrin edhe disa kandidat për bashkitë që kanë mbetur pa kryetar, pasi u dha ndërheqja pikërisht prej kryetarëve në mënyrë që të bëheshin pjesë e zgjedhjeve parlamentare. Po praktikisht fakti që Partia Demokratike nuk po punon me veten e saj, por po merret me pjesën e asaj që denonson si farsë elektorale. Kur them Partia Demokratike jo të gjithë, sepse ato janë shpërndarë në 3 qendrime ndryshme. Por flas për leadershipin, për Sali Berishën, Flamur Nohën edhe Luciano Boçin. Në këtë kuptim, për aq kohë sa ata nuk po punojnë për zgjedhjet lokale, do të thotë që nuk janë të përgatitur. Do të thotë që justifikimi i radhës është po prap ky që ne dëgjojmë gjithmonë që na vodhë dhe na i blen votat para zgjedhjeve. Kam frikë se mazhoranca do ta kapin befasi opozitën, jo vetëm për 3 bashkitë ku pritën të bëjnë zgjedhjet, pra Mati, Tepelena dhe Berati, por mund të fusë në listë minutë fundit edhe Tiranën edhe Rogozhinën, dhe përveç kësaj pritet data pastaj e dekretimit nga ana e presidentit për të shpallur zgjedhjet lokale. Retorika e Partisë Demokratike përdorur deri më sot dhe mungesa e një analize sinqerte brenda saj dhe mungesa e reflektimit konkret në leadershipin e saj mund të krijojë, përveç se ka krijuar mungesë besueshmërie deri momenti që flasim sa i përket 11 majit, do e thelloj mungesën e besueshmërisë edhe për zgjedhjet e ardhshme, pra njerëzit nuk do kenë më besim se duke dhënë voton opozitës, ajo do jetë aftë të mbrojë si kundër shprehur para çdo zgjedhjesh, apo do jetë aftë të mos kompromentohet nga ndonjë element i mazhorancës e tjerë. Ju besoni që vërtet mund të bëjë surprizën mazhoranca duke futur Tiranën në zgjedhjet pjesshme? Dëgjoj, zgjedhjet në Shqipëri ka një kosto ekonomike për buxhetin e shtetit edhe për qytetarët shqiptar, por është treguar që politika nuk e ka këtë merak fare, pra mund bëj zgjedhje dhe 3 bashkive në Vjeshtë dhe 2 bashki apo një bashki tjetër e bën pas 3-4 muajsh. Por nga ana tjetër edhe mund ndodhi si skenar, sepse ne jemi para procesit gjyqësor të Veliajt, para procesit gjyqësor të Memollës në Rogozhin, pra një vendimi të formës prerë që pritet. Kështu që mund të jetë në vullneti që të bëhen 5 bashki bashkë për t'i dhënë një mandat të zgjedhurve, një mandat të kënaqshëm, sepse në 2 vite pastaj na ndajnë prap nga zgjedhjet e lokale dhe nuk do bëte sens që si do bënim zgjedhje vetëm për 1 vit apo për 6 muaj në bashkitë e tjera. Në qartë, çfarë mund sjell analiza e këtyre zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike? Po aty priten surpriza sipas jush, sepse ju e thatë që deri në këto momente leadershipi nuk ka ndërmend të reflektojë. Nuk besoj se Partia Demokratike ekziston vullneti për një analizë sinqertë. Analiza e Partisë Demokratike që është premtuar se do mbahet në vijim, edhe me gjas, siç është thënë pra nga Vjeshta, më tepër do të fokusohet tek akuzat ndaj qeverisjes dhe mazhorancës se sa tek leadershipi i saj. Nuk bëhet fjalë nëse do mbajnë përgjegjësi ndonjë nga figurat kyçe të Partisë Demokratike sa i përket rezultatit dobët në zgjedhje. Nga Partia Demokratike pritet vetëm një shpresë, dhe unë e kam thënë në ekranin tuaj, pritet vetëm një shpresë jo vetëm për veten e saj, po edhe për qytetarët cilët sot ndjehen pa përfaqësuar, kanë votuar dhe ndjehen pa përfaqësuar, që të luftojnë për ndryshimin e kodit zgjedhor, kërkojnë ndjesë për këtë kod zgjedhor që bëri dhe që e futi Shqipërinë këtë hulliqe në vitin 2008, kërkojnë ndjesë për gjitha dakordsitë që ka dhënë kodi zgjedhor, qoftë edhe për votën e diasporës, qoftë edhe për çdo ndryshim që është bërë, ai ndryshim pra që nuk ka sjell produktivitet, dhe vetëm këtë mund të sjellë analiza dhe në shtator pastaj të nisim betejën për ndryshime në kodin zgjedhor, me shpresën që në mos vetëm të paktën partitë e tjera opozitare të marrin rezultatin që meritojnë sa i përket mandateve, sepse është skandaloze në një vend demokratik antar të NATO-s në qendër të Europës
që një parti me 70.000 vota merr një mandat, një parti me 20.000 vota merr 2 mandate, një parti me 13.000 vota merr 3 mandate. Kështu që punë me matematikën, kanë punë me logjikën dhe kanë punë me sinqeritetin. Do shohim se si do shkoj situata në fakt edhe sa i takon procesit të rinumrimit apo certifikimit të zgjedhjeve në vijim, por edhe reflektimit brenda opozitës, sidomos Partisë Demokratike që është humbësja e madhe e këtyre zgjedhjeve. Faleminderit zoti Rada. Faleminderit juve.